Qytetarët e dashur, sot presidenti e vendit ka vendosur që zgjedhjet të mbahen me 28 dhjetor. Edhe pse në konsultimet tona ne i dham argumentet pse data 21 dhjetor do të ishte më drejt. Vendimi tashmë është marrë. Data është saktuar dhe tani është koha të shikojmë përpara. PDK është e bashkuar, PDK është e mobilizuar, PDK është e gatshme, me ekip, me program dhe me vizion. Ne hymë në këtë proces me qartësi dhe vendosmëri të plotë. Kosova ka nevojë për normalitet, për stabilitet, për një qeveri që punon dhe jep rezultate. Jo më për krizat pafundme, jo më për improvizime dhe jo më për përçarje. Fitoria e PDK-s do të jetë fitoria e Kosovës së zhvilluar. Ne jemi gati ta rikthejmë stabilitetin dhe funksionimin normal të shtetit. Me 28 dhjetor, ju ftoj të gjithëve të jemi bashk, unik, të mobilizuar dhe të vendosur për një Kosovë që punon, që zhvillohet dhe që ecë përpara. Me PDK-n, për fitore, për Kosovën, na prifte mbara.